nuk duhesh ti një foshnje 3 kg shumë me bo 10 kg, edhe s'duhesh mu krenu me atë punë. Bravo. S'duhesh me u krenu. Duhet të dihet kur lejot, kur është idealja, që është percentila, e din mirë shumë percentila ti e perfekt për percentila, e di që i din shumë mirë. Në muajin e tretë të dyfishohet pesha e lindjes. Fillim 1 kilogram e 100, brenda percentilës, se unë pe e marrë mesatarën e normalës, po jo, mas 3-4 muajve mi fitu ka 1 kilogram e 2 kilogram, 1 kilogram e gjys. Ajo është mbi pesh, ajo mandej ka me sjell probleme. Mirë po, edhe vetë natyra ka thonë ka dalë se ti me qumë zgjini, s'ka nevoj fëmija ma shumë. Ma graduar. Edhe aktualisht edhe për shkak se rritët sasia e ujit, zvoglohen yndyrnat, proteinat. Kjo është e programume që zbesoj që dikush, nështë ta inteligenca artificiale, menon që është e meshme, po njeri unë e këto s'kanë me bokur.